Gjoj Nuredini është nënshtruar operacionit siç pritej pasi këputi ligamentin e kryqëzuar anterior. Me shumë gjasa ky vit është mbyllur për 18 vjeçarin shqiptar. Nuredinit ju plotësua një ëndër në janar pasi debutoi me Genoan kundër Parmës. Pas sfidës në Serie A po preferohej në stol si alternativ pikërisht nga trajneri Daniele De Rossi. Dëmtimi I rënd për të erdhi më 14 shkurt ndërsa Genoa U20 po përballej me Milanin U20. Nuredini duhet të largohej nga fusha e blerët pas vetëm 10 minutave lojë. Dje ishte vetë sulmuesi I Shqipërisë U19 që ndau një foto nga spitali. Ndërhyrja kirurgjikale ishte e suksesshme në gjurin e djathtë. Nuredini falenderoi doktorët që u morën me këtë rast, po ashtu dhe Genoan për besimin dhe mbështetjen. Sulmuesi shqiptar u ndal kështu në momentin më të mirë. Mesazhi në postimin e shpërndar ishte: ndërhyrja shkoi mirë, mezi pres të kthehem në fushë.